Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të mesdritës për ditën e sotme dhe këtë segment ja kemi lënë totalisht në dorë fatit. Nuk na ka lënë i ftuari, nuk është se nuk kemi të ftuar, por në fakt kur themi fatit ja kemi lënë totalisht letrave tarot, sepse me ndihmën e Elena Demollarit, eksperte okulti, do bëjmë parashikimin e muajit korrik për 12 shenjat e zodiakut përmes letrave tarot. Mirë se vjen dashur. Elena, mirë se vjen. Ne si jemi së bashku. Gjithmonë e mirëpritur. Tani, meqenëse se kjo koha televizive është një çekan mbi kokë, edhe godet tërkohës. Dhe si çekan do godat. Bukur, na ushtron një presion të her pas hershëm. Lajmet mira. Nisim nga shenjën e dashit. Nisim me shenjën e dashit. Dashi i pari. Dashi për muajin korrik do kaloj pak pengesa situata të vështira, po do dalë nga situata, nga ana financiare do jetë i mirë, do ketë stabilitete, nëse do ketë çështje socionale, do ketë rrugë zgjidhje, do eci përpara. Në dashuri do jetë mirë, po duhet të ketë kujdes dhe pak probleme me shëndetin ose gjërat virozët që janë. Por në fund fare do ketë rrugë zgjidhje, do e ndi veten perandor të vetes të tij. Shenjë dashi. Perfekt. Ikim tek Demi. Demi. Demi do jetë si përpara. Demi duhet të ketë kujdes, sidomos shenjat e Demit në fillim të muajit fillojnë me shere, debate, konflikte, një konkurrencë, mund të ketë në bëjë dhe me çështje pronash, po do marrin një pozicion të mirë, duhet të shmangin debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve. Do ecin përpara, do marrin diploma, mastre në punën e tyre, në profesionin e tyre, do ecin përpara, por duhet të kenë kujdes me shoqëritë njësit falso. Do kemë përfitime të vogla, Saturni mund t'i kenë nxjerr pak nga vetja, po përsëri kanë kapur situatën në dorë, do kenë nisma të reja, të bëjnë gati se do marrin lajme të bukura dhe çdo gjë do jetë e pasur se ai u i kulluar dhe do gjejë një qetësi paqësore. Edhe Dema do jenë mirë. Bukur. Perfekt. Shkojmë tek binjakët. Binjakët do manifestojnë, duhet të kenë kujdes nga persona që mund të kenë pjesë i spionazhin, do jenë në pritje të shumë lajmeve, gjatë rrugës mund t'ia presi dikush ose një femër ose një mashkull. Mes duhet të kenë kujdes nga personat negativ. Me një vendimari do marrin një vendim, do ecin përpara, do fillojnë me kontrata, firme, dokumenta do jenë shumë të vendosur. Në dashuri do jenë mirë dhe nga ana financiare do kenë një lëkundje të financës, por përsëri do stabilizohen. Po në punë? Dhe në punë do jenë mirë, do ecin përpara. Binjakët sy patrëmbur. Gaforja. Im te Gaforja. Gaforja do kaloj situata të vështira, do e lirë veten të bllokuar, do ketë bllokime mentale, si në punë, si në dashuri, si në fat, mund të ketë kaluar do një tragjedia, fatkeqësia, do një burga, e ka ndjerë veten të bllokuar si në kishtjell që s'po del dot, po do dali, nuk do jetë sigurt, nuk do jetë stabil, një bashkëpunim në grup, profesionit tyre duhet të kenë kujdes se mund të ketë një humbje pune ose humbje para, shpenzime, duhet jenë të kujdesshëm. Do përballen me persona që janë xheloz, por në fund fare do stabilizojnë gjëra. Do ketë rrugë zgjidhje dhe do të shlirohen nga situatat e vështira. Është jeta duke vuajtur Elena, ne Gaforja. Do vuani, por në fund fare do të shlirohen. Do thoni shyrë Zoti. Shyrë Zotit mirë. Luanët. Nga Gaforja shkojmë tek Luanët. Po. Të shohim se çfarë do na thotë Elena për Luanët. Luanët do kenë ribashkime, në qoftë se janë ndarë do kenë ribashkime, mund të kenë një partneritet, mund të kenë një lidhje dashurie, do kenë fillime të reja, ndryshime, transformime, do jenë një familje kompletuar, ngritje ekonomike, financiare, dhe në punë do kenë nisma të reja. Do kenë nisma të reja. Nisma të reja, universi do t'jap një dritë jeshile, do jetë një fundi i ciklit të vjetër dhe do rilindë një cikël i ri, por në përgjithësi do jenë mirë. Perfekt. Dhe Luanët. Për të shkuar tek Virgjëresha. Shohim se çfarë mund themi për Virgjëresha. Virgjëresha, nëse ka të bëjë me seanca gjyqësore do falet, mund të ketë një gjyqja diçka tjetër do falen, do ketë një stabilitet, do ketë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do balancojnë gjërat, më përpara mund të ketë marrë vendime të nxituara, po do ketë nisma të reja, do fillojnë aventura të reja nga zero, do i duket sikur do fillojnë nga zero. Do ketë shumë mundësi për të ecur përpara, mund të ketë një lek të papritur, kanë rrotën e fatit në drejtimin e tyre dhe do ecin përpara, jo shumë e pat, si në punë, si në dashurit, si në profesionin e tyre. Por në përgjithësi do jetë mirë edhe Virgjëresha. Ikim nga Virgjëresha. Gaforja kishte... Gaforja do ketë, po do të çlirohesh. Do të çlirohesh. E ka zënë syri keq Gaforin. Po pra, jemi dhe në muajin tonë. Plas syri keq. Plas syri keq. Vim tek Peshorja. Peshorja. Do të themi për Peshoret. Peshorja në këtë situatë mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtër, tramashtrime, fatin dhe prej me gëshë. Shkojnë gjëra diku pritën e mes. Dhe juve të shenjës së Peshores
do zbuloni gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe çdo gjë do i dali sheshit. Sikur do ja nxjerr Zoti sheshit. Nga ana financiare keni pasur një lëkundje, por do keni stabilitet. Gjërat mund të keni pasur pak të turbullta, por përsëri do keni qartësime, do ndryshojnë yjet. Shikojnë drejt horizontit të largët, do i plotësojnë një dëshira juaj dhe në momentin do i plotësojnë dëshira do duket sikur do keni kapur botën me dorë. Nga ana shpirtërore do gjeni një qetësi shpirtërore dhe do qetësoheni, dhe në dashuri do jeni mirë dhe në financë do jeni mirë. Do në thënë, në fund të korikut do gjeni atë qetësinë tuaj shpirtërore, vetë peshores. Bukur se bëhemi gati për pushimet. Tani, ikim tek shenja radhës që është akrepi. Akrepi duhet të ketë kujdes nga persona që mund të transmetoj një energji negative nga personat materialist. Do me thënë, duhet të ketë kujdes sidomos në këtë javë, se dikush do të afuti në kthetrat e djallit, ose mund të jetë dikush që kërkon ta manipuloj, por duhet të jetë i kujdesshëm. Mund të jetë pak gjendje ankthi, por do i kaloj këto. Do jetë super i ngarkuar, do ketë një punë, shenja akrepit, në qoftë se kanë bizneset e tyre, do ketë një super punë, do jenë super të ngarkuar. Kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, do dalë drejt atyre, se do jenë shumë të sinqertë, shumë tolerantë, shumë të drejtë për drejtë, nëse ka të bëjë me drejtësi do ta fitojnë. Mund të ketë pak gjërat pezo, po do ziten gjërat në kreativitet, se do kenë rrugëzitje se kanë letër në profecisë. Në dashuri do jenë mirë, duhet të ketë kujdes personat që mund të jenë manipulues, në biznes do ecë mirë dhe do gjejnë një qetësi shpirtërore, do ketë dhe ngritje ekonomike financiare. Bukur. Shigjetarët. Tek shigjetarët. Shohim se çfarë bëhet me shigjetarët. Shigjetari ka qarë për një person që ka numër, për 3 kërkesa një refuzuar, 2 përgjigje do të parashtrojnë, duhet të eci përpara, pavarësisht dikush që ka lënë të mërzitur ose i ka marrë diçka, mund të rikthehet përsëri, ka pasur pengesa po do i stabilizojnë gjërat, kërkon drejtësi, kërkon të drejtën e tij, vërtetën e tij, do dali i fituar, është një person që punon, do përballet me persona që janë të lëkundur pak, në mendimet e tyre, por në fund fare do dalin të fituar. Në dashuri do jenë mirë, në financë do jenë mirë. Duhet të kenë kujdes lidhen e dashurinë se mund të vriten dhe pak shpirtërisht shigjetarët. Probleme shigjetarët. Mos e leri dashuri ose dashura, duhet të jetë kujdes. Gjithmonë problem dashuria e shigjetarëve. Okej, Britsjapi, duhet t'i besoj intuitës të tyre, energjisë të tyre, duhet ketë kujdes nga personat mistrike ose persona që mbajsun mistere sekrete. Britsjapi duhet ketë kujdes se mund të ketë kaluar dhe në smundje, vdekje, operacione, spitale, aksidente, probleme shëndetësore duhet ketë kujdes. Shiko, kjo letra transmeton falimentimet, smundje, vdekje, aksidente, probleme shëndetësore. Vdekje ndoshta në rrethin. Operacione, por mund të ketë dhe personi, një Britsjap mund të ketë një problem shëndetësor që nuk e di, dhe duhet të ketë vigilent, po thua. Ketë vigilent shëndetit, ose prishe planesh falimentim. Qartë. Pra së është vdekje në rrethin familjar. Jo në rrethin familjar, mund t'i ketë kaluar dhe më përpara, se tarot i flet për të kaluarën, tanishme dhe të ardhme. Jep këshilla. Dhe duhet ketë kujdes shëndeti, një person e tret mund të alerit të mërzitur, ose mund të ketë edhe një ndari, në qoftë se është e pejuar e i martuar, mund të ketë një ndari që dikush do t'ja presi gjërat në mes, lidhje dështuar, në qoftë se ka do një lidhje, duhet jetë e kujdeshme në lidhjen, ka një intuit fort, një energjit fort, po duhet jetë e kujdeshme se mund t'i ndërpritem gjërat në mes. Qartë. Ujorët? Britsjapi duhet të ketë kujdes shëndetit. Duhet ketë kujdes shëndetit, këshilla kryesore. Ikim tek ujori. Se jam ujor në ascendent. Ujori. Ujori duhet të ketë kujdes. Dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, ose një ujor mund të largohet me gënjeshtrat e saj ose të tij. Duhet të jenë të kujdesshëm ose shtradhuar. As dashë, do të singë mirë kolegë. Udhëtime të gjata, duhet të ketë kujdes me persona të maskuar, mos marri opinione të tjerëve, t'i japi drejtim vetes, dhe në fund fare do dali dielli. Pavarësisht që mund të ketë kaluar situata të vështira, do i vi një energji pozitive, mund të ketë një fejes, një martes, një shtatzëni, një pritja fëmije, po përgjithësi do jetë mirë. Bukur, dhe peshqit të fundit. Peshqit, ç'do themi për peshqit? Peshqit janë shumë zemërtuar në lidhje me dashurin, kam pasur një lidhje ndau bashkëkohë, gjatë jetës së tyre 3 veta mund t'i kenë plagosur zemrën, janë kërkim të diçka e do vi dhe koha e tyre. Shumë thashë themi kam pasur në ajër, një energji po i vjen, me një vendimari do marrin një vendim, do kenë rrugëzitje dhe nëse kanë menduar për një projekt, dëshira e tyre do i bëhet realitet. Ose nëse kanë menduar për një blerje shtëpie, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Qartë. Në punë do jenë mirë, në financë do jenë mirë, kurse në dashuri do jenë pak zemërtuar. Por në përgjithësi gjitha shenjat e horoskopit
do kenë ato sfidat, Ullengritit e tyre. por në fund fare do të shlirë. Dielli do dalë përsëri, është një këngë e bukur shqip. Jemi në 3 minutëshin e fundit, dhe qoftë se arrim të bëjmë një parashikim për mua si një gafore që kam dilindjen për pak ditë, do ishte shumë bukur. Oke, 5 letra, zgjidhi vetë për paraqyrtim tënde. Po, 5 letra. Mund t'i hap kështu? Po, hapi dhe zgjidhi vetë. 5 letra. 5 letra. Po, sikur t'afrohen pak publikit tashur, se jam pak largë. Mos i shikot, dhe më të shofëm. Atëherë më kanë thënë që duhet një, apo s'bë t'i hap? Jo, vazhdo. 1, 2, kjo këtu, 3, 4, se kjo shenjë sekret duket, dhe 5. 5 duan, apo jo? Ja, ku e kemi. Të shojmë shtuhet për kolegun tim. Me që ke ditëlindjen këto ditë, të uroj, u bëfsh edhe 100 vjeç. Për lumë të gore, isha me lajtë. Do bësh udhëtime të gjata. Fejesa, martesa, tavolin, ditëlindje do gëzosh. Mund kesh evente, martesa, fejesa do gëzosh, do marrësh lajme të mira. E kujton shumë fëmirin tënde, lidhjen tënde dikush do të kërkoj të falur, ose dikush do të japi një tuft me lek. Do të kërkoj të falur. Do kesh përfitime të vogla lek, në qoftë se ke biznesin tënd do kesh përfitime, në qoftë se ke të bësh me prona do bëhet një problem i madh dhe do vi një kohë që mund të kesh biznesin tënd. Por në përgjithësi do jesh mirë. Si gafore që je. Ta bëjmë një parashikim edhe për një peshore? Edhe për një peshore? 5 letra? Po, 5 letra. Ne që do kisha lek, unë, po. Do marrë një tuf me lek. Do marrësh lek. Edhe po e pre? Do kam një 26 vjeç që e pres. Nëse mund t'i heqim? Do vi një kohë që do kesh biznesin tonë. Këto 5 janë letrat edhe do më e peshores. Bukur. Peshorja, beson shumë të Zoti, për njerëzit mund jesh negativ, për Zotin e ke bekuar, ke bekimet e Zotit, sekretet të luaj ka vetëm Zotit. Takime, telefonata, rikthime, çdo situatë ke dalë furishëm, por këtë bërë dhe me persona që mund të gabojnë, mund të jenë serios, korrekt, mund të gabojnë se i pranojnë gabime. Dashuri pasonante vulkanike, pak pengesa, mund të keni dhe xhelozi. Ke pasur pengesa, do i kalosh me sukses. Do të plotësoj dëshirat tënde, je në pritje disa lajme, do marrësh lajme të mira. Mund të marrësh lajme punë, fat, dashuri, biznes ose në lidhje me dashurit. Por në përgjithësi do jesh mirë. Faleminderit shumë. Lajme të mira, je shumë e këndshme për gjithmonë Elena. Falenderoj shumë. Elena, të falenderoj shumë që ishe në studio me ne sot dhe na dhe... Do është një energji pozitive. Falenderit shumë dhe na dhe një dozë. E solle një energji të mirë. Që kishim të nevojshëm. Mirë. I theme publikut kështu, i drejtojmë sekondave të fundit të mesdritës për ditën e sot, me ishë një maratone gjatë televizive që në fakt si gjithmonë nis me Almën, Florencën dhe mua, ku ne prezentojmë recetën e ditës dhe pastaj gjithë shka dita përmban. Pra, për çfarë nuk kemi folur sot? Folëm për flirtin, mirësjelljen, dashurin. Folëm për bebet në plazh, çfarë duhet kemi me vete. Folëm gjithashtu për ushimin, se nga çfarë duhet kemi kujdes në këtë periudhë. Dhe folëm dhe u munduam që të përcjellim magjin që ka dhe një kulturë dhe një trashëgimi e ndërtuar në 77 vite, si që ishte ajo e ansamblit Kuvendi. Dhe mbyllëm me këtë disiplinë të astrologjisë që praktikisht janë letrat tarot. Morëm një shije të shumë shka e ditën e sotme dhe gjithë shka na mbetet për ju thënë është shihemi nesër në orën 15. Ju duam shumë.